Sot u përkujtua heroi kombit General Tahir Sinani, luftëtar I 3 luftrave për liri. Jeta dhe trimëria General Tahir Sinani tashmë është e njohur për secilin prizenas. Për ta përkujtuar këtë luftëtar, edhe OVL UÇK-s deka në Prizren dhe shoqatat e dalë nga lufta UÇK-s, kryetari I komunës Shaqir Totaj, nënkryetari Kujtim Gashi, pjesëtar të ushtrisë së Kosovës, ish bashkëluftëtar, familjar, miq e qytetar të ardhur edhe nga Shqipëria Maqedonia. Me rastin e 25 vjetorit të rënjes heroike të heroit të kombit, komandantit legjendar të 3 luftrave çlirimtare shqiptare, Tahir Sinani, bën homazhe në varrizat të dëshmorëve në Landovic. Derisa fjalë rasti për figurën emblematike, u mbajt pranë shtatorës së heroit të kombit Tahir Sinani në parkun e qytetit në Prizren, ku kryetari I komunës Shaqir Totaj tha se sot jemi në këtë përkujtim të rënjes së heroit Tahir Sinani, ku vepra dhe gjaku I këtyre na sollën lirin, tha kryetari Totaj. Nuk është një ditë e rëndomt, është një ditë ku kemi ardhur me nderu jetën dhe veprën e heroit të kombit. Për neve si qytetarë të Prizrenit është kënaqëri që kemi këtë shtatore këtu, duke pas parasysh kontributin e jashtëzakonshëm që e ka dhënë heroi I kombit Tahir Sinani, jo vetëm për Kosovën, edhe për Prizrenin, por për këtë trevat shqiptare në 3 lufta, në tjetë ky si një amanet, por njëkohësisht si udhërëfys për gjeneratat e ardhshme, që gjithmonë me pas prioritet me dhënë kontributin maksimal për kombin, edhe mos me lëviz nga kjo rrugë e tij, sepse është rrugë e idealeve kombëtare, rrugë e cila na ka pru deri këtu, edhe rrugë e cila domosdoshmërisht duhet të ndiqet. Lavdi jetës dhe veprës së heroit kombëtar Tahir Sinanit, edhe kur vjen dita apo përvjetori vendosjes kësaj shtatore, me siguri do të kemi një manifestim pak ma gjon, po edhe ne po them lavdi jetës dhe veprës së heroit kombëtar Tahir Sinanit. Për këtë organizim dhe për këtë përvjetori kujtimi për komandant Tahir Sinanin foli kryetari OVL-s deka në Prizren Isa Berisha, I cili tha se generali ishte shpirt luftarak dhe ishte luftëtar I 3 luftrave për liri. Në përkujtim të veprës së komandantit kemi mënuar që sadopak me këto vizita homazhin në varrezat e dëshmorëve Landovic, por edhe te shtatorja e heroit Tahir Sinanit. Dua t'i them edhe disa fjalë pasi që ende nuk e ka përvjetorin e ngritjes kësaj shtatore të heroit të gjithë trevave shqiptare, komandantit Tahir Sinani, ka qenë një këshill inicues I cili në krye me generalin Kudis Silama edhe generalin Selim Krasniqi, në bashkëpunim me organizatat e dala të luftës edhe me komunat të regionit të Prizrenit, besoj që është bërë një punë kolosale, duke ditur që komandanti Tahir Sinani sot e kemi në mesin e këtij qyteti historik, që quhet edhe qyteti I gjithë shqiptarëve, e kemi edhe këtë figurë të ndritshme të kombit shqiptar Tahir Sinani. Lavdia e përjetshme I takon komandantit Tahir Sinani, duke ditur që Tahir Sinani betimin që e ka dhënë pranë flamurit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, besoj që amanetin e tyre do ta çojmë deri në fund, duke ditur që Tahir Sinani, edhe pse ishte një komandant, një kolos I madh I çështjes kombëtare, një epror I kalibrit lartë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ai me përfundimin e luftës Kosovë, ai ju bashkua edhe ushtrisë çlirimtare për Preshevë me Ndreq Mujanoz, me përfundimin e luftës, ai nuk nejti duar kryq edhe në luftën e Maqedonisë, kështu që ky kolos vazhdoi ta mbrojë betimin të cilin e ka dhënë. Për figurën madhore të komandant Tahir Sinanit, për mikrofonin tonë foli general Selim Krasniqi, I cili tha se komandanti tash heroi Tahir Sinani na pat ardhur në kohën kur më së shumti I u dashur UÇK-s. Pastaj vendosshmëria dhe shpirti luftarak I Tahir Sinanit bëri që ai të jetë në 3 luftra për liri. Tahir Sinani tani ka ardhur në momentet më të vështira, në kohën kur patëm ofensiva të mëdha, edhe natyrisht kur patën rënë fushën derit shumë familjar tanë, shokë dhe bashkëluftar, natyrisht ka marrë pjesë pastaj në reorganizimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe ka bërë një punë të jashtëzakonshme. A mund të flasim pak për 3 luftrat e komandantit? Po ka qenë një shpirt luftarak, një advetar shumë I shquar, edhe natyrisht që çdo herë e ka potencuar që unë kam dëshirë të marr pjesë gjitha luftrat deri në shtërimin edhe bashkimin e trojës shqiptare.
Kështu që pas përfundimit luftës Kosovë, ka marrë pjesë edhe në loginën e Preshevës, ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm, e potencojnë miqtë tanë, e potencojnë bashkëftarët tanë që sot janë gjallë. Natyrisht pas përfundimit luftës në Lugin, ka marrë pjesë pastaj edhe në shlirimin e trojve shqiptarëve në Maqedoni, ku edhe atje ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm deri në rënien e tij heroike. Sa në fakt qeveria e Kosovës i kushton si dëshmorët dhe herojve të Kosovës dhe atyre që rronë për liri? Për fat keq, nuk jemi në gjendjen që duhet, që të shifet pastaj që po bëhet një nderim ashtu siç e meritojnë dëshmorët, këtë rast edhe herojt e Arsenal edhe herojt tjerë. Mirë po, fati keq tjetër është pastaj që shkriju një fandasie mes partive politike, mes institucioneve dhe shoqatave, edhe kjo e bën e zbeh pastaj nderimin që po bëhet për dëshmorë. Mirë po gjithsesi shpresojmë që me kalimin e kohës do vi puna në drejtim që dëshmorët nderohen ashtu siç e meritojnë. Cili është mesazhi juaj? Mesazhi është bashkim dhe vetëm bashkim. Pa u bashkuar ne shqiptarët nuk do të kemi mundësi ta bëjmë kombin tonë ashtu siç duhet, edhe nuk do të kemi mundësi ta realizojmë humanitetin e herojve tonë. I biri i tij Rezarta Sinani falenderoi gjithë të pranishmit dhe me këtë rast tha se kjo le të jetë një udhërrëfim se si duhet të dashur atë dhe jo, kurse i ftoi sot të gjithë që të marrin pjesë në akademinë përkujtimore që mbahet në Prishtinë. Faleminderit që po ndani me ne sot këtë ditë të shenjtë. Faleminderit që jeni të pranishëm për të ndarë këtë ditë gëzimi e krenarie. Të tilla data ne na mbajnë në kujtesë dhe na bëjnë mos të harrojmë amanetin, idealin që ata kishin, që ne të gëzojmë sot lirë. Uroj të jetë një udhërrëfyes për brezat e ardhshëm dhe mos të harrojmë rrugën e tyre të cilën e lanë me gjak. Në nder të kësaj date, të kësaj dite historike, në orën 5, mbahet një akademi përkujtimore nga protokolli i shtetit në bibliotekën kombëtare qendrore të Prishtinës. Edhe uroj të jeni pranishëm. Faleminderit shumë dhe lavdi paqen gjithë dëshmorët e kombit. Lavdi. Tahir Sinani ishte një oficer i ushtrisë së Republikës së Shqipërisë dhe komandant i shquar i ushtrisë qëllimtare të Kosovës gjatë luftës në Kosovë, ishte njëri ndër komandantët më aktiv të zonës operative të Pashtrikut dhe më pas emërohet komandant i zonës së tretë operative të trupave të mbrojtjes së Kosovës. Si dhe më vonë i u bashkua UQPMB-s, ku mori pjesë në luftën e Luginës së Preshevës. Gjatë luftës së vitit 2001 në Republikën e Maqedonisë, Tahir Sinani i u bashkua radhave të ushtrisë qëllimtare kombëtare dhe u emërua komandanti brigadës 116. Më 29 korrik 2001, Tahir Sinani së bashku me 4 luftëtarët e tij e humbi jetën në aksident të rastit duke përgatitur armatimin e sofistikuar të minave me telekomand kundër armikut në zonat malore të Gostivarit dhe malit Korab në vendin e quajtur Zabeli Kukulit.